Hey, beautiful souls, welcome to my channel. Your daily dose of mom life, beauty, and travel, all from right here in the USA. I'm sharing real moments from messy mornings to travel and everywhere we go in between. So if you're into family fun, wanderlust vibes, and beauty tips on the go, you're in the right place. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell so we can do this journey together. Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Unë quhem Silvia dhe ju jeni te kanali im i YouTube-it. Sot po hap një video të re, po e hap pak sa vonë, pra nuk e kam nisur që në mëngjes, po vendosa ta hap tani në mbasdite. Ne tani jemi duke shkuar tek një vend te cili do dhurojmë disa rroba, do t'i hedhim pra tek këto vendet kastile që janë për të dhuruar rrobat, sepse unë bra dje seleksionimin e dollapit dhe realisht kisha shumë rroba të cilat nuk më duheshin, kështu që vendosa pse jo t'i dhuroj. Disa prej tyre që ishin pak më të bukura i mbajta për t'i shitur në Vinted. Edhe do t'i hedhim tek këto kuti jeshile këtu, ne arritëm shumë shpejt e kishim shumë afër nga shtëpia dhe janë për njerëzit të cilët kanë nevojë edhe nuk kanë shumë mundësira, pra nuk janë që i marrin dhe i shesin. Asa do shkojmë te Target të blejmë një ekspres sepse kemi vendosur që ekspresin ta ndryshojmë. Atëherë këtu kemi rrobat, parën e hodhi Oleni, ndërsa të dytën. Okej, hold on, hodhëm. Dhe nëse jetoni në Amerikë, gjeni gjithmonë nga këto kështu edhe hidhni rrobat, mund të çoni edhe tek dyqanet e tjera të thriftit, të cilat i shesin, edhe i çojnë për fëmijët që vuajnë nga autizmi apo sëmundje të tjera. Unë kisha vendosur rrobat e Rajanit në të shumtat, sepse Rajani është rritur dhe nuk i bëjnë më, por kishte gjithashtu rroba të mijat, dimri, vere, kishte këpucët të Rajanit që si bënin dhe disa çanta të cilat unë nuk i doja më. Dua t'ju them që kam postuar një video në TikTok, është një trend në fakt që bëhet në TikTok, going from this, pra from Albania to America. Tek video e Shqipërisë, videon do t'ua lë këtu ndërkohë që unë jam duke folur, kam vendosur një video tipe nga Losti, pra që tregohet gjithë plazhi, Crocera dhe gjithë gjërat e bukura, ndërsa tek video Amerikës kam vendosur një rrugë që jemi duke shkuar për Manhattan, pra që jemi në autostradë. Edhe ka plasur komentet në TikTok aq shumë sa unë nuk e marr dot me mend se ku e gjejnë njerëzit aq shumë durimin, oreksin të shkruajnë dhe të komentojnë negativisht. Pra ajo video ka marrë diku tek 20.000 shikime në momentin që ne po flasim tani dhe unë kam më pak se sa 24 orë që e kam hedhur. U lëshuan të gjithë duke thënë që juve vini nga Shqipëria, nuk e vlerësoni vendin ku keni ardhur, pse ke treguar një video të Amerikës që je duke ecur pra në autostradë, nuk e duke treguar Times Square-in. Pse krahason detin me një autostradë, nuk krahason detin me detin. Kështu që unë ju përgjigja gjithave komenteve një më një, pa krahasova dhe detin me detin, por këta nuk e din, në fakt nuk e din, bëj sikur nuk e din, që plazhi i Shqipërisë nuk ka të krahasuar me oqeanet e Amerikës. Kjo është një preferencë të fakt që njerëzit më kenë, ka njerëz që preferojnë oqeanin. Jam shumë okej dhe me atë, por për mendimin tim mendoj se deti është më i bukur. Dhe unë nuk e kisha tek ideja më shumë të krahasuarit që kam ardhur nga një vend shumë i bukur në një vend që nuk shihet me sy. Unë e kisha thjesht që kam ardhur nga Shqipëria në Amerikë edhe po më mungonte shtëpia. Pra, deti Saranda është vendi ku unë jam lindur dhe rritur, kështu që është shtëpia ime. Kjo ishte koncepti, nuk ishte ideja fare e detit dhe autostradës apo gjërat që këta mund të mendojnë. Pastaj kishte disa njerëz të tjerë që thoshin se ke ardhur, të kanë sjell me zor, ktheu ande nga ke ardhur, di domethënë se sa komente negative që kishte. Nervat e mia të shpërthenin, ishte ku janë gjithë ta njerëz që komentojnë kaq negativisht. Dhe unë në TikTok nuk parapostoj dhe kjo është nga arsyet, thjesht hedh një video tek këtu, jo për të bërë virale, jo për të marrë klikime apo shikime, por thjesht për qef. Kështu që nëse preferoni TikTokun, atëherë bëni mirë që të jeni thjesht njerëz që shikoni të tjerë se ç'a bëjnë, mos komentoni, të paktën jo negativisht, merrni ato informacionet e duhura që mund t'ju duhen, si për shembull mua që më doli tempulli në New Jersey, edhe lërini njerëzit të bëjnë çfarë t'ju doj kokra e qefit pa komentuar negativisht. Ne tani po ikim tek Targeti, do marrim një ekspres të ri, do marrim ekspresin që kishte marr Angela, Nespresso Vertuo Popin ose Pop Plusin, varet se këtë neve do gjejmë. Dhe vendosa ishte merr te Targeti, duke qenë se te Targeti kishte dhe unë dua ekspresin sa më shpejt të mundem, sepse këtë javë kemi qenë pa ekspres dhe unë kam pirë një kafe në mëngjes të Starbucks i $7, një kafe në drek të Dunkin $3, pra $10 më kanë ikur vetëm me kafet ditë për ditë, kështu që $70, 70. Po, me gjithë ditën e sotme $70 janë harxuar vetëm për kafe për një javë, ndërkohë që ekspresi bën diku te 150, pra unë do kishim hequr gjysmën e ekspresit me ato lekë. Dhe ju uroj shumë që të jeni duke kaluar një ditë të bukur dhe një fundjavë të bukur. 光の中映し出す無邪気に彩られたその瞳 Yeah 素朴な日々を満たす君がいるだけで Yeah ありがちなシナリオ頭の中駆け巡らせて流行る気持ちを洗いと
して君が歌う声に耳を澄まして Atëherë ky është ekspresi që ne duam të marrim, espresso, është Vertua Pop Plusi dhe gjithashtu ka edhe këtë të qumshit. Unë e dua patjetër me këtë të qumshit. Edhe fati joni mirë është që është me ofertë, nga 180 është 135. Edhe duket kështu. Okej, ky është ekspresi që ne do marrim. Do marrim këtë. Ky ishte një tjetër ekspres që më rekomanduan në Instagram kur kam bërë askun, por ky është vërtet shumë i shtrenjtë, është $700 dhe ne nuk duam një ekspres kaq të madh dhe kaq të shtrenjtë, kështu që vendosëm të shkojmë me Nespresson. Ky gjithashtu ka edhe këtë versionin e tjetër të vogël, i cili është 270 nga 300. Por edhe ky pinku është shumë i bukur, por unë do ta marr zi. Tu janë edhe kapsulat e Starbucksit, të cilat janë ka stile për Nespresso, për ekspresin ton, kështu që po ne do provojmë një ato që ka brenda. Kjo është makineri që bën ujin me gaz. Dhe nuk që nga shumë të shtrenjta, vetëm $60, por ne nuk e se e pim, kështu që I'm still not moving on. Time keeps slipping. All the best years are gone. Left me wishing that we were something more, something different. I guess I got it wrong. We worked our fingers to the bone, but I risked my case. kjo është si ora që kam pasur unë, apo se ja, nuk e mbaj më se qa modeli kam pas që më ka humbur. Nuk e di kam pas sen apo një model tjetër, por është fiksi imja e bardhë. Ne duam që të marrim dhe një nga kjo që var rrobat, por janë disa versione, ky nuk më pëlqen. Ky është një nga versionet që më pëlqen dhe është i lirë, diku tek $40 ose 65, nuk e di se cila nga këto është. Kjo është pastaj një version që më pëlqen, edhe i fundi që më pëlqen është ky tjetri, por është pakës i shtrenjtë, shkon diku tek 120. Unë nuk dua të harxoj kaq shumë për një varse rrobash. Është e rëndë, Çfarë të çfarë? është e rëndë. Atë të marrim këtë që ishte 65, por nëse dhe kasa na thon që është më shtrenjtë, atë do ta lëm. Okej. Bravo, të muskull. Atëherë kjo lulja besoj se është ulli, por ka çmimin $170. Shumë shtrenjtë. Këto lulet që kanë shumë të bukura, por nuk e di nëse edhe këto janë origjinale apo jo. Besoj se po. Që kanë edhe pak të vyshkura është, që ka lule banane, është $200. Prandaj po më jepte një ide që kisha parë diku këtë lulen. Se ne në Sarand kemi shumë lule bananeje. Atëherë unë kam marrë këtë daven e cila është me kastravec në shtëpi, por më duket se më përpara merja këtë me moll dhe është shumë e mirë, kështu që po marr prapë të njëjtën edhe është $8. I watch the rain streak down our window. We never dreamed it'd get this bad. Like a fool I assumed our troubles would just dissipate. Why do we wait to change until it's too late? Okej, ne tani sa po mbaruam tek Targeti, harxuam $280. Edhe përveç se ekspresit, morëm edhe atë të varsen e rrobave që të vendosim tek dhoma e gjumit, morëm 2-3 gjëra të vogla, por shkuan tek $80-shi, se normalisht do aplikojnë dhe taksën në fund. Atëherë tani do ikim në shtëpi, shpresoj shumë që të arrit të bëj një unboxing të gjërave, sepse kam një punë të cilën duhet ta mbaroj tani pas dite dhe normalisht nuk do i marr me vete sepse diçka personale. Por nëse arrim t'i bëjmë sot unboxing, atëherë do t'i bëjmë bashkë. Në të kundërt pastaj do t'i hapim, do t'i montojmë nesër në mëngjes. Targeti kishte shumë njerëz, duke qenë se është nesër Mother's Day dhe në makinën e kemi parkuar këtu në fund fare. Ishte këtë punë e bën Oleni, por duke qenë se unë po bëj video sot, atëherë do ta bëj gruaja. Në muskuj. Hajtë se janë të rënda.
Ajo nuk është e rënë, kjo rëndon. Në më ta ngre unë. Opa. Jo, për se nxënësa. Ja, se nxë. Ja, shive. Ja ta provojmë të tash. Nuk e nxë. Wait, e nxë. është kjo këtu më, pa provaj. Shikon? Jo. Kur them unë? Burri e di që nuk e nxë. Burri thotë që duhet mendja, kështu që tani me që unë nuk e bëra mirë, e rregulloj burri siç duhet. Thank you. Atëherë, ne tani po mendojmë që të marrim McDonald's, duke qenë se unë s'kam marrë fare as mëngjes, as drek, as një gjë. Mora në fakt që të haja një Nutella nga të që janë kështu si stick me shkopin, edhe një Red Bull, po burri nuk po mbledh që të ha as Nutellën dhe as Red Bullin. Kështu që më detyroj tani që të ha një sanduiç nga McDonald's, edhe unë që përpiqem të ul barkun duke mos ngrënë. Burri është ha zemër, ha, që të bësh më shumë bark. Kështu që të vende McDonald's-i dhe do marrim sanduiçet. Burri tani sa po pa gazin edhe është në fund fare. Më gjithmonë e lë gazin në fund njerëz, e di. 어지럽기만 해 이 많은 섬들에 그렇게 오는 거야 너의 시선은 깜빡이는 눈이 Nikon vërtet që ndezi llambën makina. Për herë të parë. Për herë të parë në historinë gjithë historinë e kësaj makine, që kur është blerë deri tani. Punë e madhe. Për mua është herë e parë që vi tek McDonald's dhe tek dritarja e parë porosisje, pra merrje porosin, tek dritarja e dytë paguaje lekët, te dritarja e tretë do merrje kolën, të cilën neve e kemi këtu. Dhe nuk e di sepse s'po e pi. Dhe te dritarja tjetër, që është kjo e fundit dhe që ne jemi duke pritur, do marrim sanduiçet. Në çdo dritare ne po bëjmë nga një veprim, edhe në çdo dritare burri im është duke lënë tip, kështu që nice. Sanduiçi im bashkë me patatet edhe me kolën vajti $10.3, ndërsa sanduiçet e Ranit dhe Olenit, pra 2 double sanduiçe, kanë kushtuar gati $14, pra nga $7. E gjithë fatura kushtoi $25. Okej, e bërëm fix 300 që sot, edhe tani t'ikim në shtëpi, edhe mos të dalim më nga dera e shtëpisë. Unë nuk para ha në makinë, por jam shumë e uritur dhe do ha patate. Po pse vaje mua? Do haj burri pare. Do ha patate dhe zbritova nga Oleni. Patatet i kanë shumë të mira. Mos më koll burri, më koll boyfriendi. Boyfriendi, një ky është Olenit. E shqyr zoti që këta i kanë të shkruajtur ky që është double. Edhe ky është sanduiçi im i vogël. Cute. Okej, unë tani po e ha këtë në shpejt bobo brapis. Mos ha këtu, ha në shtëpi. Ha patare. Duhet ta haja unë tani që patatin kisha në makinën të hajë ti. Pas ka dhe qep. Në shumë i mirë. Duhem në lamb. Prandaj janë gratë që të ndezi makina llambën. Nuk doja t'i në mëngjes në fakt, por problemi ishte se mora kafe tek Danki dhe nuk doja të bësh e vonti për futboll, kështu që më falenderoj që s'u bëre vonë për futboll. Se kisha parë në njerë se duke e lambë. Se kisha parë në njerë si duke simboli. Simboli lambës, asnjëherë. Asnjëherë? Shikoj atë të verdhën edhe këtë këtu të kuqe, flak. Të them të drejtë unë thasë edhe për kamerë që parti, për kameran. Po një nga vërtet për parti pas kanë ndezur. Dogma synonym. Get away from me. Yardstick ball in order. Never did much to set me free. I got a new cannon. I met a wild companion. I got a new cannon. I found gold in the ashtray, honey on the knife blade. I got a new cannon. Okej, ne shkuam në shtëpi, e lam ekspresin edhe atë organizuesen për të dhoma, pra varsen, i kemi lënë tek shtëpia dhe do ta bëjmë unboxing në një moment tjetër. Sorkade? Si shoh? Po, ta han ato të vërsulen?
Okay. Atëherë kam thënë që babi Olenit është bletëritës, pra ka rritur blet gjithë jetën e tij, përveç se është edhe doktor me profesion. Dhe kemi këto kosheret e bletëve, të cilat janë të gjitha këto që ju shikoni. Dhe duke qenë se bletët janë shtuar shumë, kemi vendosur që të shesin blet. Pra, nëse këtu është diku që është interesuar për të bler blet, janë këto kosheret që janë kështu të mëdhaja me 3 kate, por janë dhe këto nukleustet e vogla, që është kjo këtu me 1 kat. Dhe nëse jeni të interesuar për t'i bler bletët ose keni një person i cili ka dëshirë të blej, pra njihni dikë, atëherë mund të më shkruani në Instagram Silvia SM Marketing, do ta gjeni emrin të shkruar këtu, por linku në description box që ta keni më kollaj për të më kontaktuar për të gjitha informacionet që ju doni mbi bletët, edhe shpresoj shumë që nëse dikush është duke kërkuar për të bler blet, të blej një nga këto bletët tona, sepse realisht i kemi shumë të mira. Të gjithë ata që kanë provuar mjaltin ton realisht kanë ngelur shumë të kënaqur. Kjo është e gjithë pamja që ne kemi, ne do vazhdojmë ta shijojmë tani pak të mbasditen, duke qenë se na ka dalë edhe dielli dhe po mendojmë që nesër të bëjmë piknikun për Mother's Day dhe po mendojmë se në cilin park do shkojmë. Dua një informacion nga juve, nëse keni vende këtu afër në Philadelphia, në Horsham, Philadelphia, deri maksimumin në New Jersey, nuk po futemi nga pjesa e New Yorkut, pra vendet të cilat unë mundem të shkoj të vizitoj, atëherë më sugjeroni poshtë në komente sepse kam nevojë për vende të reja të eksplorojmë pak. Unë po iki tani se po më hangë të më shkojnë nga këmbët të po më vinë edhe ka fytyra. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. Instead of letting it go, I let it stay. L-O-O-O-V-E-E-E. It's all about love. Can't get enough of L-O-O-V-E-E-E. It's all about love. Let's see what we have on day number 2. Hello, mirëmëngjes nga dita tjetër e këtij vlogu dhe nga dita e dytë. Dua që t'ju uroj të gjitha nënat kudo që ndodhen, gëzuar ditën e nënës dhe uroj shumë që të jeni nëna të lumtura gjithmonë, edhe të shpërblehet çdo sakrificë dhe çdo gjë që ju bëni për familjen tuaj dhe për fëmijët tuaj. Duke qenë se jam nën vetë, kuptoj shumë mirë rëndësinë që nënat dhe vështirësitë që nënat kalojnë çdo ditë të jetës tyre për të kujdesur për familjen e tyre, sepse ne nuk jemi vetëm nënat të cilat duhet të rrisin fëmijët tanë, por duhet të jemi një bashkëshorte e mirë, duhet të jemi një shoqe e mirë për shoqet tona, duhet të jemi një vajzë e mirë për nënën tonë. Pra kemi një sër gjërash të cilat ne duhet që t'i bëjmë në mënyrë sa më perfekte të mundshme. Dua gjithashtu të uroj dhe nënën time, gëzuar Mother's Day, gëzuar ditën e nënës, dhe falenderoj shumë për çdo gjë që ka bërë për ne. Dhe uroj që të jetë një nënë e lumtur edhe ti ne ta kemi bërë sa të pak krenar. Atëherë këtu mbrapa kam ekspresin të cilin nuk e kam hapur dje, por ka ardhur momenti që ta hapim bashkë sot. Atëherë, unë zgjodha të merrja Nespresson Vertuo Pop Plusin, është i njëjti që ka marrë dhe Angela Kolli, të cilën normalisht ndiqin të gjithë në YouTube, edhe bën video shumë të bukura. Po përveç se mora ekspresin, pra makinerinë e kafes, vendosa u për pak mëra. Vendosa që ta merrja dhe me këtë të që bën qumshin. Pra e kisha me të më domosdoshme që ta merrja me këtë. Edhe kjo ishte me super ofertë nga 184 më duket në 185. E tani është momenti që ta hapim se s'kam pirë akoma kafe, edhe të provojmë se si do jetë kafja e Nespressos. I know you're hurting. Your body can't keep up, don't think it's worth it. Trying to find a way, trying to heal. But you're like, how the hell am I supposed to feel when everything seems so unreal? Oh, don't get so stressed about it. When your mind starts to wander, don't get upset about it. 'Cause I know that you're going through a phase. Oh, it's only just a phase.
vonë edhe e bëra gjithë procesin që kërkon për të njohur pajisjen që un kam dhe këtu më nxirr që water tank is empty sepse ishte pa ujë. Do provoj që të bëj një kafe, do bëj një ekspres të shkurtër edhe të shikoj se si do jetë në shije. Pack up all your things when you're finally done. Call me up, sweet mama. Kafja në pamje të parë duket super e mirë, kështu që po i hedh edhe pak sheqeri. Okej, në aromë nuk e di. Ta provoj tani në shije. Ndoshta duhet të hidhja më pak sheqeri, hodha më shumë sheqer dhe më pak si ëmbël, por në shije është e mirë, nuk është e keqe. E mirë është. Sa të mësoni, se mësoj me ekspresin tjetër. Atëherë, unë tani po karikoj pak kamerë, po ju të dy apaterit në karikim, po përgatis gjërat për piknikun. Kështu që do bëj disa sanduiqe të vogla, do përgatis disa snack, ujë, kola, gjëra që të kemi për tek piknikun, ne do të qëndrojmë thjesht një orë e pak, nuk se do rrim shumë. Ju e po ju vendos në karikim, po bëjmë gati edhe vet, edhe do shihemi bashkë kur të shkojmë tek parku. After 1 hour in charge, Tani u bëra gati. Jemi gati për piknik. Kam veshur të setin i cili është i verdh, i palestrës. Kam marrë një çantën e cila është për plazh ose për pazar, por që të goxha gjëra, kam vendosur këtu batanien që do vendosim në tokë. Edhe jemi gati, shpresoj shumë mos jetë shumë vap se jashtë ka shumë diell. Edhe shpresoj shumë që të kalojmë mirë, të kënaqemi. Dhe tani do marr makinën dhe jemi gati për të ikur. Okej, ne tani sa po erdhëm tek parkimi dhe është full me njerëz. Ne i parkuam makinat këtu, edhe pse nuk lejohet, shpresoj shumë që mos na thot njëri gjë. Por do vim pas gjysmë ore dhe të provojmë nëse do ketë një parkim të lidhur të lëvizim. Okej, ne tani jemi futur mes përmes pyllit dhe po mundohemi që të gjejmë një vend që të ulemi të bëjmë piknikun. Realisht ka shumë njerëz. Po mundohemi të gjejmë një vend që të jetë afër edhe me liçenin, por na uroni faqe ta gjejmë sepse realisht unë lodha duke ecur. Përsa duke pikniku që ka për mua. Okej, dhe kudo që shilesh, besoj sa dalë në një qarë për në një gjë se... Atërës më shifni më në piknik. Oh, bring me back to that day. I had all of this waiting ahead. It kills to be halfway alive since I had you. Okej, unë tani përgatita gjithë gjërat që ne kishim marrë me vete, kam marrë më shumë snack, kam bërë edhe sanduiqe, edhe pak djath, moll, gjëra kështu të vogla. Po ulem direkt për të ngrënë se vajti orari drekës për të na ka marrë uria. hello again. I am Sylvia. Oh, sorry, I introduced myself in the beginning. Okay, one more time. I love eating and drinking energy drinks. Even that makes me feel bad. Please don't be like Tani me. do hapim pak këto makaronca dhe t'i provojmë se si do jenë. Që është shumë e vështirë për t'u hapur. Nëse nga thojnë të mëti. Pas kanë qitur, sikur... Okay. Atëherë do marrë të provoj këtë që është me pink, nuk e di me çfarë shije do jetë, por shpresoj që të jetë e mirë. Good. It's good? Yeah. Well, I think they say it's from a different country. They're French. Është shumë e mirë. Është shumë e mirë. French. Okej, ne tani sa po mbaruam së ngrëni, edhe realisht ne kishte marrë uria dhe e shijuam shumë sanduiqet që u kisha bërë, gjithashtu edhe snackët. Makaronët ishin, ishte super të mirë. Realisht më ka pëlqyer shumë. Duhet të them që është shumë bukur, ka shumë njerëz, okay, po te pjesa tek zona që ne kemi gjetur këtu, kemi gjetur një si vend të vogël, i cili është midis pembe, është direkt në të liçeni, para si i futur. Nuk ka njerëz rrotullnesh, por tek pjesa e parkimit atje ishte full me njerëz, sepse këta kanë një gjë, duan të parkojnë sa më afër vendit ku janë, dhe mundësisht aty ku parkojnë, aty duan të ulen. Edhe normalisht që kishte dyndje. Unë jam ulur këtu tani, edhe po rri, këtu mbrapa janë gjithë gjërat që ne kemi hapur, kam edhe atlete sepse i kam hequr dhe jam vetëm me çorap. Dhe herës tjetër që do vim, do marrim një zgarë të vogël, ne kemi një tek shtëpia e prindërve të Orlenit, por ajo është e madhe, nuk besoj se do na nxjerrim makina ta marrim me veti. Dhe do marrim një të vogël tek Targeti. Ndoshta ju flas më vonë sepse tani dua që ta shijoj dhe të relaksohem, ose do ja kapos në gjumit janë një orë dhe të zgjohem më vonë kur të jemi gati për të ikur. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy
kaloj pak, nuk më i kaluar 100%, por ndihem pak më mirë. Kemi lënë një gjë pa hapur e cila është kjo kutia këtu. Këtë kutin do ta hapim bashkë tani sepse më duhet patjetër që ti sistemoj këtë raftin tek dhoma e gjumit. Atëherë është kjo varsja e cila ka 2 pjesë që varen rroba, disa këto të tjera pastaj ka kanata, 1, 2, 3, 4 kanata. Do ta hapim tani bashkë, do ta montojmë edhe të shikojmë se sa e madhe dhe sa e mirë do jetë. Hold on, baby, I don't dance, but how I love to be around you. I'm not scared to take a chance. Yeah, I'm so happy that I found you. And you know that I'm yours, alright. You can tell by the look in my eyes. Don't wanna play it cool, I give it straight from the heart. Oh, how I love to be around you. We got something better than the others. We can fly higher than an eagle. Take me somewhere we can be together. Oh, how I love to be around you. Mendova që të sistemoja pak këtu kam vendosur çantat, por nuk jam shumë e sigurt se si duken, ndërsa këtu vendosa pak a shumë këto bluzat e bardha, këmiça, do një fustan të bardhë, pra dua që kjo pjesa këtu të jetë vetëm e të bardha dhe ndoshta edhe pjesa poshtë vendos vetëm gjëra të zeza. Atëherë, do të them që është goxha e madhe, por i vetëm problemi që ne kemi është që kemi dhe krevatin e Ryanit këtu te dhoma jonë e gjumit dhe bëhet paksa shumë e vogël, duke qenë se janë 2 krevate, një dopjo, një tek, është komodinë e madhe, janë 2 komodinat e vogla, pra ka shumë gjëra, por do mundohemi që Ryanin ta kalojmë avash avash tek dhoma e tij, domethënë të mundohemi ta bindim që të kaloj të flej vetëm atje, sepse duhet që edhe ne të kemi hapësirën tonë tek dhoma. Por mendoj se kjo është një zgjedhje deri diku e mirë, por nëse keni ndonjë mendim ndryshe nga imi, më thoni. Kaq ishte edhe vlogu për këtë javë, shpresoj shumë që ju ta keni shijuar dhe mos harroni si gjithmonë të bëni një like, subscribe, sepse realisht më ndihmon shumë dhe shpresoj shumë që të arrijmë sa më shpejt 1000 subscribers. E di që për shumë njerëz të 1000 subscribers janë shumë pak, për disa të tjerë janë shumë, por thjesht kam një qëllim timin, të cilin dua që të arrijë sa më shpejt të mundemi dhe që të arrijmë të monetizojmë kanalin tonë. E di që fitimet në YouTube nuk janë shumë të mëdha, të paktën të arrijnë të përballojnë këto shpenzimet që YouTube i ka, sepse ju e dini tashmë që ne paguajmë programin për editimin, programin për muzikën. Gjithashtu mos harroni që të më ndiqni edhe në Instagramin tim do ta gjeni këtu, sepse aty postoj më shpesh, sidomos gjatë fundjavëve që ne dalim dhe bëjmë gjëra interesante, i shikoni aty më përpara se sa ju i shikoni në YouTube. Unë ju falenderoj edhe një herë nga zemra dhe ne bashkë shihemi tek videoradhës. Bye!